që të bërë Jazgani, pra, lere zotin Berisha shko të kata që mbrojnë spagun, mbrojnë historinë. Shko të ludëm, unë nuk jam për debate në televizion. Mosha ime, 70 vjeç, jam baj vetëm për senator të shpirtit tim, të veprimeve të mia, bëj çdo ditë nga pak të në Tereza për vendin tim, kam bërë 7 kongrese ndërkombëtare për albanologjin, Jazgani ka ardhur vetëm në një kongres. Kam bërë me 10 konferenca në mbrojtje të albanologjisë. Palera pasaj me mira beteja për mbrojtje të komuniteteve që ta i quaj mjedis, ju, media i quani që ku mbroj mjedis. Ti lem këto. Unë jam në 80 partit, në 12 vjet, kemi bërë në mbledhje të partive të vogla, kam qenë një zë promotor për të ndryshuar komisioni zgjedhor, neni zgjedhor, votimin e diasporës, e cila u fitua kjo votim diaspore dhe në nedhë kushtetues. Dhe në kushtet që krijohemi sotnë, që ka provuar të jemi i varur, dhe të jemi i pavarur, disa herë i pavarur dhe më kanë varur si parti e vogël. Ndërkohë, në këtë moshë jam, e kam dorëzuar, kam bërë modelin që gjithë ato që thotë, pra bie dakord me ato të Jazganit, ca prej tyre. Por e shikoj në këndin e një këndvështuesi pozitiv, ose e shikoj që gjithmonë shpresoj, nuk jam për të dënuar të majtën të djatën në fundit. Kjo pjellë politike këtë ka bërë. Këto 2 forca të mëdha, partitë e vogla që dalin e pasere si unë para disa vitesh dhe Gjergj Poeziu para disa vitesh, të cilët u tretën, si partia e Pamir Topit që u tret në momentin e zgjedhjeve, si partia e Asit Patozi që u tret. Pra, është e vështirë që hajde të formojmë tash, është e vështirë që me këto që kemi, kushtetut, nene, komisione, ligje, më thonë që studenti, profesor do ta vjedhë votën tënde se duhet ta çojë në baqar për PD. Ai tjetri student më thonë se do ta çojë për LSI-n. Ai tjetri më thonë se do ta çojë për PSN. Pra, dileshin votat sy për sy, është e tmerrshme që vetëm duhet ta provosh. Tani, në këto kushte, hajde Jazganake, bëjmë një Shqipëri mendonjëse, mendësi shqiptare, se si të ndryshojmë këto 3 gjëra, komision, kod, kushtetut, hajde bëjmë të jashtë politikës, po brenda politikës pra, hajde forcojmë autoritetin si shqiptar, aty që bërin mbreti Zog. Hajde forcojmë ato që quhen simbole të etnokulturës, ku ti e mjeshtër një ndërtim caktuar në kërcim apo në lautën që ke shpjeguar në librat që kemi bërë ne albanologjik. Pra, hajde bëjmë një mendësi shqiptare, bëjmë një grupim intelektualesh që politika të dëgjojë. Prandaj kam sjellur veten kryetari i Këshillit të Urtëve, ke pjesa e asaj partie që unë dorëzova. Po, unë do më shofësh 3 ditë, edhe 4 ditë sa të marrë vendimi, e nuk më shef më, nuk më akuzon dot, se nuk jam pjesë në këtë koalicion, nuk do jem pjesë e kandidimit, nuk do jem pjesë e një deputeti brenda parlamentit, jo, nuk dua më. Zoti Guri, madhështia, sa do të e madhe tjetë madhështia, i dridhen gjujt para modestisë. Por me qenë që më thek i qenë vetëm një kongres, për te modestisë, unë për të tregoj se qëfar kam bërë unë, zotri, dhe disa i kemi bërë bashkë. Disa i kemi, zoti Guri, disa i kemi bërë bashkë, me dëgjo. Thimin në identitet. Thimin në identitet, e kemi nisur bashkë. Këthimin në identitet. Me duhet të njoftoj se dhe fizibiliteti i korridorit Adriatik Alpe i pakzuar kur ke kontribuar dhe ti para 21 vitësh, zotri, me 2 lobingje në Parlamentin e Shqipërisë, të udhëhequr nga unë dhe në Parlamentin e Kosovës, të udhëhequr nga Ramush Haradinaj, Tom Ajdaraj dhe Halil Ahmeti, firmosur nga Ibrahim Rugova, po bëhet realitet, zotri. Aristoteli thot, jeta rjedh nga rjedhin lumet. Dhe bregu Drinit do kaloj Hekurudha. Falë mbështetjes Bashkimit Evropian. 21 vite, zotri, kemi luftuar 21 vite. Pra me nga smove që të tregoj se u përbet fjallë për qështën kontare, për demokracinë, unë nuk pysë për sakrificën. Dhe sakrificën e kam sublime, zotri. Kam kaluar për mes prangave, plumave, blindave, burgjeve politike, atentateve dhe si jam dërzuar duke mbrojtur demokracinë, kombin dhe adheun. Dhe ndaj meje ka bërë not proteste Rusia, zotri. Këtu ndahemi ne me ata patriotit që janë rreshtuar. Në Ingrid Ninaj. Në Ingrid Ninaj. Pra dhe Rusia ka protestuar kundër meje për deklaratët e mia në Beshef. Pra këtu ndahemi me patriotet e nacionalistit e vonuar që tani bashkojnë thjesht për një mandat. Pra sot është kohë orientimi.
Vetëm nga primera, ka bëjmë që të dëgjojmë. Sepse zotri është mbush vendi me mashtrime, do vi si vita do e hek nëngatën. A e pat vendimin e gjykatës federale. Këtu në dhe këtë studje kam deklaruar që gjykata vendos për heqjen e nëngatave. Një rast si ky i zotit Berisha nuk ju dha e drejta me shkue në New York për shkakun e pozicionit ekstraterritorial të New Yorkut, gjoja për një herë. Pra gjykata vendosi vetëm në rastet madhore, për interesa madhore të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po nuk është më Sekretari i Shtetit mund ta heqë nëngatën. Dhe pra keni mbush vendin me thashë theme, unë s'kam asgjë personale me zotin Berisha dhe as me askënd. Por unë jam ndarë me gjithë ata zotëri, gjithë ata që kanë shpërnderuar besimin e demokratëve, të gjithë ata që bëjnë e përdorin demokracinë për interesa utilitare, personale, politike.